e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Çdo lavdërim i përket Allahut, Zotit të botëve, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, sunduesit të ditës së gjykimit. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Udhëzona në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi, e jo në të atyre që kanë shkaktuar zemrimin tënd, as në të atyre që janë të humbur. Surja El Bekare, Medinase, 286 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Mim. Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim. Ai është udhërrëfyes për të devotshmit, të cilët besojnë në të fshehtën, falin namazin dhe japin nga ajo që u kemi dhënë ne. Dhe për ata që besojnë në atë që të është shpallur ty, o Muhammed, në atë që është shpallur përpara teje dhe që me bindje i besojnë jetës tjetër. Ata janë udhëzuar në rrugë të drejtë nga Zoti i tyre dhe pikërisht ata janë të shpëtuarit. Sa për ata që mohojnë, njësoj është, i paralajmërove apo nuk i paralajmërove, ata nuk besojnë. Allahu i ka vullosur zemrat e tyre, ndërsa në veshët dhe sytë e tyre kanë mbulesë. Ata i pret një dënim i madh. Ka disa njerëz që thonë: besojmë në Allahun dhe në ditën e gjykimit, por në të vërtetë ata nuk janë besimtar. Ata përpiqen të mashtrojnë Allahun dhe besimtarët, por në të vërtetë mashtrojnë vetëm vetveten, megjithse nuk e ndjejnë. Në zemrat e tyre ka një sëmundje, të cilën Allahu u ashton. Ata i pret një dënim i dhëmshëm për shkak të hipokrizisë së tyre. Kur u thuhet, mos bëni çarrregullime në tokë, ata thonë: ne bëjmë vetëm përmirësime në tokë. Por jo, në të vërtetë, pikërisht ata janë shkaktarët e çarrregullimeve, ndonse nuk e ndjejnë. Kur atyre u thuhet: besoni edhe ju ashtu siç kanë besuar njerëzit e tjerë, ata thonë: vallë, a të besojmë edhe ne ashtu siç besojnë mendjelehtët? Por jo, në të vërtetë pikërisht ata janë mendjelehtët, por nuk e dinë këtë. Kur takohen me besimtarët, ata thonë: besojmë. Por kur mbesin vetëm me djajt e tyre, thonë: në të vërtetë ne jemi me ju. Ne vetëm po talleshim. Allahu do të tallet me ata dhe do t'i lërë një kohë të gjatë që të bredhin verbërisht në mendjemadhësinë e tyre. Pikërisht, këta janë ata që kanë këmbyer udhëzimin me humbjen. Kështu që tregëtia atyre nuk u solli kurfar dobie dhe as nuk ishin të udhëzuar në rrugën e drejtë. Rasti i tyre shëmbëllen me rastin e atyre që ndezin një zjarr dhe kur ai u andriqon çka në rreth vetes, Allahu u amer dritën, i lë në errësirë dhe ata
nuk shohin asgjë. Ata janë të shurdhër, me mec e të verbër, prandaj nuk kthehen në rrugë të drejtë. Ose shëmbëllen me ata që gjatë shtërëngatës nga qielli, shoqëruar me errësirë, bubullim dhe shkreptim, i mbyllin veshët me gishtat e tyre për të mos dëgjuar ushtimën nga frika e vdekjes. Kështu, Allahu i ka nën kontroll mohuesit. Shkreptima, po thuaj, u amer shikimin, sa herë që ajo u andriçon rrugën, ata ecin, dhe kur i kaplon errësira, ndalen. Si kur të donte Allahu, do t'u amerte dëgjimin dhe shikimin. Pa dyshim, Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. O njerëz, adhuroni Zotin tuaj, i cili ju ka krijuar ju dhe ata që ishin para jush, që të mund të ruheni nga të këqijat, i cili e ka bërë për ju tokën shtres dhe qiellin ndërtes, i cili prej së larti zbret ujë dhe nëpërmjet tij bën që të rriten fruta si ushqim për ju. Prandaj, mos sajoni me vetëdije, zota të barabartë me Allahun. Nëse ju dyshoni në atë që ja kemi zbritur robit ton, Muhamedit a.s., atëherë, hartoni një sure të ngjashme me atë që ja kemi shpallur atij. Thirrni në ndihmë edhe dëshmitarët tuaj që ja adhuroni në vend të Allahut, nëse jeni të sinqertë. Nëse nuk mundeni, dhe kurse si nuk do të mundeni, atëherë ruajuni zjarrit, lëndë djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët, dhe që është përgatitur për të ndëshkuar mohuesit. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, gëzoj me kopshte të xhenetit, në për të cilat rrjedhin lumenj. Sa herë që atyre t'u jepet si ushqim ndonjë frut i kopshteve, ata do të thonë: këtë e kemi ngrënë edhe përpara. Por atyre do t'u jepen vetëm fruta të ngjashme me ata të tokës. Në xhenet, ata do të kenë bashkëshorte të pastra dhe atje do të jetojnë përgjithmonë. Allahu nuk nguron të jap shembull mushkonjën ose diçka më të madhe se ajo. Ata që besojnë e dinë se kjo është e vërteta nga Zoti i tyre, kurse ata që nuk besojnë thonë: çfarë kërkon të tregoj Allahu me këtë shembull? Nëpërmjet tij, ai shumë kënd e lë në humbje, e shumë kujt i ndriçon rrugën e drejtë. Ai i lë në humbje vetëm gjunahqarët e mëdhenj, të cilët shkelin besën e Allahut pasi e patën dhënë, ndërprejnë atë që ka urdhëruar Allahu për ta mbajtur lidhur dhe bëjnë ngatresa në tokë. Ata janë një mend të shkatërruar. Si mund ta mohoni Allahun ndërkohë që keni qenë të pajetë, e ai ju dha jetën? Pastaj ai do t'ju bëj të vdisni, më pas do t'ju ringjall, e në fund do të ktheheni tek ai. Është ai që për ju ka krijuar çdo gjë që ka në tokë, pastaj i është drejtuar qiellit dhe e ka rregulluar duke e bërë atë 7 qiej. Ai është i dijshëm për çdo gjë. Kur Zoti yt u tha engjëjve: unë do të krijoj një mëkëmbës që do të zbatoj ligjet e Zotit në tokë, ata thanë: a do të vesh atje dikë që do të bëjë çrregullime e do të derdh gjak në të, ndërkohë që ne të madhërojmë, të lavdërojmë dhe të lartësojmë ashtu si të takon ty? Ai tha:
Unë di atë që ju nuk e dini. Allahu ja mësoi Ademit emrat e çdo gjëje. Pastaj u aparaqiti engjëve dhe u tha: Më tregoni emrat e tyre, nëse ajo që thoni është e vërtet. Qofshi lavdëruar, than ata, ne dim vetëm atë që na ke mësuar ti. Në të vërtet, ti je i gjithdituri, i urti.